Giacomo Vrioni është zyrtarisht lojtar i Cezenas. Ai rikthehet në Itali pas një periudhe të gjatë në Major League Soccer dhe ka nënshkruar një kontratë deri në qershor me një mundësi zgjatjeje. Sulmuesi shqiptar do të mbajë veshur fanellën me numër 22. 27 vjeçari do të jetë shok skuadre me futbollistin e kombëtares Christian Shpendi. I lindur në vitin 1998, Vrioni u rrit në sektorin e të rinjve të Sampdorias dhe debutoi si profesionist në kampionatin e Serisë C 2017-2018 me Pistoiesen. Sezonin pasardhës ai debutoi në Serinë B me Venecian përpara se të transferohej te Juventus Under 23, duke bërë 2 paraqitje në Serinë A në total midis viteve 2020 dhe 2021. Vrioni më pas u transferua te Tiroli duke përfunduar si golshënuesi i dytë më i mirë në Bundesligën austriake 2021-2022 me 17 gola në 25 ndeshje. Që nga viti 2022 ai ka qenë një lojtar kyç në Major League Soccer duke shënuar 22 gola në 78 paraqitje për New England Revolution. Gjatë gjysmës së parë të këtij sezoni ai luajti për Montrealin, gjithashtu në divizionin e parë të SBA-s. Tani Giacomo Vrioni u rikthye në Itali për të vazhduar karrierën e tij te Cesena. Sulmuesi shqiptar do të mbajë veshur fanellën me numër 22 dhe 27 vjeçari do të jetë shok skuadre me futbollistin e kombëtares Christian Shpendi. Ai ka shpërndarë dhe fotot me fanellën e tij në rrjetet sociale teksa shkruan: "I lumtur që jam këtu, mezi pres të filloj." Cesena synon ngjitje në elitën e futbollit italian përmes play-offit si në edicionin e kaluar. Vetë Vrioni shikohet si përforcim i rëndësishëm për klubin e Serisë B.